Busha tani ti që u eliminuan të gjithë tani edhe merrjemja dhe disa orë kryetari, u diskutuam në herën e parë, disa orë e shpalli Flamuri, tha, por la një të dyshoj ai që dhe mund mos ishte merrjemja. E hoqë dhe merrjemja përfundimisht dhe aty u përjashtua dhe ajo, ç'mendon ti tani për këtë punë? Mbaroi kjo punë, ishte mbaruar ishte, e kupton. Ja ku e kemi merrjemjen. Po merrjemja është vërtetu apo kanë vënë kështu këta? Merrjemja. Inteligjenca artificiale. Po bërë inteligjenca tua? Na hyri inteligjenca preç kudo, do t'i dash inteligjenca në çmendi. Inteligjenca artificiale. Ja Flamuri, po Flamuri nuk e merr dot inteligjenca artificiale. Po ajo s'duket shumë. E kap Flamurin inteligjenca artificiale? Ja. Vallai, po ta gjykoj si foto, ajo më duket para epokës së inteligjencës artificiale, po kjo ka pak rëndësi. Po. Tani dy gjëra. Të kërkosh koherencë në qëndrimet e Berishës është misioni pamundur, është pastaj tallesh me veten. Nuk ka politikan në botë që ka 3 dekada në pushtet dhe ruan koherencën. Boll kjo që mos e diskutojmë atë më tepër. Por për hir të vërtetës, në fakt, deklarata që keni marrë ju ka një problem. Po. Sepse Berisha i sotëm është para zgjedhjeve partijake. Deklaratën e ka për zgjedhje nacionale. Për zgjedhjet lokale 2019 janë Partia nacionale. Socialiste Fudi ka një. Ka një ndryshim të madh. Parimi është po ai. Rregullisht po ai, unë dikush ma tha mua që Bushati do ta thotë këtë. Po Kur e patjetër. bëm. Jo, mirë bëre që e the. Dhe bëre shumë mirë, po është e njëjta gjë. Jo, pse? do ta shpjegoj. Ma shpjego. Jam dakord që demokracia shëndoshet dhe pluralizmi forcohet përmes partive politike, demokratike dhe pluraliste. Pa asnjë diskutim. Edhe dikush ma tha. Por, Bashkëpunëtori im Rozhani tha, sa po bëni me këtë, tha, Bushati do ta thotë sa që janë zgjedhje të ndryshme. sepse atëherë Rozhani e paska ditur manipulimin. Si ishte manipulimi? Ja pra ta. Jo, unë e mora nga të tjerët, më e, se kjo është botuar. Atëherë ke marr kalk Po mirë, ku është manipulimin e ndryshimi? A dikujt mund të tjetër. shpjegosh ta kuptoj unë? Ose jam unë budalla tani, ose... Tani po më le se nisa pra, më fute Rozhani. Po kjo ka shpjegim thjesht. Të thjesht pra. Po thuaj pra. Dhe unë thash. Ku ndryshon këtu gjëja? Konteksti, thotë se ka Po, qenë pra. zgjedhje Do me thënë, me një kandidat zgjedhje vetë. Franca, Ka qenë e drejtë ajo, ka qenë e drejtë. Franca ka një parti që gjithmonë zgjedh Le Peni dhe kur vdes Le Peni zgjedh e bien. Por Franca vetë është një vend demokratik dhe pluralist, sepse pavarësisht se një apo dy parti, si një parti tjetër e të majtë zgjedhin po për herë të njëjtin njeri, kur bëhet gara nacionale, pluralizmi nuk azgjesohet. Pra denoncimi i Berishës është për azgjesim pluralizmi në shkallë kombëtare. Në shkallë nuk është i pëlqyeshëm në shkallë partijake, po nuk është rrezik për vendin. Pra ka diferencë të madhe midis dy qëndrimeve. Për qenë saktë, tani e treta. Unë nuk jam dakord dhe me këtë punë e 5 kandidatëve. Nuk ka parti serioze në botë që lejon kandidat karagjoz të konkurojnë. Mëkati i Berishës dhe i PD-s është që nuk la Salianjin. Gjithë të tjerët ishin palaçot PS-s. Problemi është ku kishte vërtet një kontradikt, një përplasje, ishte Salianji. Dhe PD-ja demaskoi veten me atë artificin, tha, ky nuk bën, tha, këtë e shpallën armik, tha, se ky ri me banditët, tha, këtë ka dal nga burgu pa leje, kjo ishte absurde. Pra, në qoftë se duam t'i bëjmë kritikën PD-s, t'i bëjmë kritikën se pengoj Salianji, po se pengoj Meremen, a pengoj atë Brunetën që kishe ti këtu për para në studio, bëri shumë mirë. Sepse kandidat karagjoz që ti sponsorizon Edi Rama, ti nuk mund t'i pranosh ngarë. Dhe prandaj zakonisht partit bëjnë dhe kur fusin njerëz ngarë. Ma e di këtë që është karagjoz.
Si ke këtu më valla. Se di tani, dhe asun se di këte, po... Nga di që jenë Karagjozë, Bruneta, që si ke këtu do t'jenë këtu, valla, se na implikon dhe ne tani duke përdor epitete për njerëz që s'janë këtu. Ti e mbroj dhe Jo, unë e mbroj për të pëlqejnë diplomat ato, dakord. Unë e njoh për atë kohë dhe kam dëgju vjeta par vjet që ka qenë primare dhe Partisë Demokratike dhe ka dalë me votat dhe anë mund lidhet, për kam dëgju që ka qenë mirë në primare. Të merremi me parimin. Kush është parimi? Në një parti, pra njeriu që kishe numrin 2 grupit parlamentar, që e ke bërë kauza për burg, ti në mënyrë absurde nuk mundet t'ja mohosh garën. Por, çfarë bëjnë partitë serioze, ti që të konkurosh në një parti të madhe, duhet mbledhësh o disa firma, grup seksionesh, nuk mund dali njeri nga rruga dhe të thot, unë jam kandidat kundër Edi Ramës. Nuk ndodh kjo. Pra, me Salianin, kur e përjashtuan, është gara falso. Pastaj, këti falsiteti se do t'i shtoj propagandë dhe rilindja, nuk është tem që ja vlen diskutohet, mendoj. Po, Arlind? Ti si e shek këtë, ti e një parti tjetër tani, e gjithë, sa të lejon etika. Po, mund të them dy... Thua dy gjera, sa të lejon etika. Edhe Dashi dhe ty, leta nisim nga një problem... Po Dashi ka qenë aty brenda dhe... Leta nisim nga një problem që nuk është shumë i dukshëm, por unë besoj është akoma dhe me i rëndë. Fakti që Edi Rama Bifera ka në kryet PS-s, 21 vjet, po bëhet gjysma kohës Enver Hoxhës në kryet PPSH-s. Dhe po vazhduan punët kështu, ai projektohet edhe në 20 vjeçarin e ardhshëm, dhe është edhe më i ri se Berisha në këtë moshë. Rama ka hiqësuar zgjedhjet në partinë e vet, pra as sa për sy e faqe nuk garon brenda partisë vet, që në momentin që ka marrë partinë në 2005-ën, zgjedhjet e ardhshme i organizoi me kandidat kukull, sepse midis garës me një kandidat që përjashton rivalët apo garës me një kandidat kukull, nuk është se ka një diferencë të madhe. Do të thënë të dyja janë pasade të demokracisë. Tani shkojmë tek Berisha. Këtu jemi konkretisht. Tu argumentimi është besoj një çik më interesante rasti Berishës. Zgjedhjet e sotme në PD për kryetar nuk janë për kryetarin e sotëm PD-s, janë për kryetarin e ardhshëm PD-s. Pra Berisha që ka përjashtuar Salianin me shok, nuk besoj se i ka përjashtuar se ata do i merrnin partinë në të gjallë. Frika e tij është kush do ja marr partinë në të vdekur të tij. Pra, problemi me PD-n është se Berisha është sot kryetar dhe do të vdes në atë parti, sepse ata që janë rreth e rrotullti, gjithnjë më pak, e kanë pranuar si udhëheqës legjendar që praktikisht shkon nga humbja në humbje, por në imagjinatën e tyre është gjithmonë një hap larg fitores përfundimtare. Problemi i rivalizimit Berishës brenda PD-s është që një kandidat relativisht serioz brenda asaj partie që do ta sfidonte Berishën, mbas zgjedhjeve që do të humbte, do dilte si zëvendës kryetari de facto i partisë.